Pyetja e dytë e javës kalume. Asalamu alaikum hoxh, a ka ndonjë shpërblim të veçantë për personin që ndërmjetëson dhe bëhet sebeb për martesën një çifti musliman, Allahu i shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe kjo është një prej pyetjeve rreth të cilës nuk kam pas njohuri të duhura. A ka sevap në mësit që i mësit në ndikon dhe martohen? A ka sevap të veçantë? Pyetja kjo, a ka shpërblim të veçantë? Për me ditë, a ka shpërblim të veçantë ajo? Ka që dosh me ditë, a ka ardhur diçka të transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kush bëhet mësit ka shpërblimin këto? Dhe në të gjitha gjurmimet që i kam bën, nuk kam gjetë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadith se kush bëhet sebeb për një mësitni e ka qëtë lloj shpërblimi. Domethënë nuk ka parimisht. Me argumentet e përgjithshme, a ka me argumentet e përgjithshme, por ato duhet me i plotësue disa kushte. Argumentet e përgjithshme, ata që bën sebeb martue muslimant kanë shpërblim, sikur që kanë gjëna ata të cilët kontribuojnë mudo. Kuptimi i kundërt i veprimeve, kemi përmend disa në ligjërata, kuptimi i kundërt i veprimeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ku tregon për iblisin, i cili e ka fronin e tij në deti, në ujë, edhe çdo mëngjes i nis dreshlet me bë zarar nëpër tokë. Kur të kthehen ata në mbrëmje, i kallzojnë iblisit, kemi bë këto, edhe a di çfarë shpërblimi ka iblisi, thotë jam shon pak më unë karrik. Si po dalin këta? Pak më unë karrik, se t'ja kështon karrikën vet krejt Beladin. Edhe më ia dhon apet kur gjë s'është veç e merr nga veti pak, kjo kënaqet, më kanë me iblisin. Sigur ta iblisat e vogël këto. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkon te iblisi njëri thotë të bëj kështu, asnjë nuk e llogarit iblisi që pas e bën e punë të madhe derisa thot njëri pe dreshneve thotë unë nuk ju kam larguar në çifti derisa i ndajta. Edhe thot pejgamberi sa iblisi thotë ti thotë ai i duhurit ti pas ke bë veprën e mirë. Kuptimi i kundërt, domethënë kushdo që kontribon mundo çiftet, normal se e ka shpërblimin ai i cili kontribon me bashkue qoftë masi që nda qoftë në fillim, por me kusht. Me kusht që me qenë jeti sinqert për hir të Allah subhanahu wa taala dhe mos më konë kurzimi, më në po të gjoja ma, shka, kur gjo? Allah shpërblet. Ja, të nësa tje nusja ma mirë, shpërbimi ma i marë, dëherë më konë me letra, me adhan gjithë në shpijës. Da në e lip shpërblim të Allah, këtja morë shpërblimin, o kryma. Ska, nëse bëhet për me i lidh familjet e muslimanëve, ka sevap me lejen e Allahut. Nëse bëhet për moshtue muslimant, ka sevap me lejen e Allahut. Nëse bëhet mos më përhap fesadi, keqja, amoraliteti të muslimanët, ka sevap. Kushdo që e bën, ka sevap, por jo të specifikuar, sevap shpërblim nga argumentet e përgjithshme, po jo nga argumentet e veçanta, sikur që ka thonë për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e fal një gjenoze e ka sani kodër ari, kush e merr pjesë në vorrim e ka sani tjetër. Domethënë çështje lloj shpërblime nuk ka. Po a ka shpërblime në argumentet e përgjithshme? Ka, wallahu a'lam.